vendet me ushtrinë më të dobët në botë. Të gjithë flasin për ushtritë më të forta në botë. Megjithatë, më duket shumë interesante ska i tjetër i listës. Pra, këtu janë 7 ushtritë më të dobta në botë. Numri 7, Maqedonia e Veriut. Ti jesh në mes të fuqisë së Barutit, që është Ballkani, më së shpeshti do të thotë që duhet të kesh një ushtri të frikshme, që mund t'ju mbrojë nga ambicjet e fqinjve tuaj, që nga shekulli 19, këta djem kanë pasur diçka për të ndarë mes tyre. Secili vend pretendon pjesë të fqinjve të tij dhe për fat të keq për ta, Maqedonia e Veriut është në mes të kësaj tenxhere të vluar. Mjerisht, ata jo vetëm që kanë forcën ushtarake më të dobët në rajon, por një nga ushtrit më të dobta në të gjithë botën. Vendi nuk ka porte dhe është tërësisht pa dalje në det. Për më tepër, ajo ka një nga popullsitë më të vogla në Evropë, me vetëm 2,1 milion banor. Prej tyre, vetëm 782.000 janë të aftë për shërbim. Megjithatë, ashtu si shumica e vendeve të tjera ish komuniste, Maqedonia e Veriut ka një problem të madh me korrupsionin, i cili merr një pjesë të madhe të buxhetit tashmë të pakët të mbrojtjes. Pra, Maqedonia e Veriut mund të mbështesë vetëm 6.850 ushtar aktiv. Duke folur për buxhetin e mbrojtjes për vitin 2023, vendi ka kushtuar pak më shumë se 292 milion dollar. Ata në fakt kanë vetëm 31 tanke, 19 prej të cilave janë operacional. Në vitin 2001, Bullgaria i dhuroi 10 tanke të saj Maqedonisë së Veriut gjatë inkursionit shqiptar. Megjithatë, pothuajse të gjitha pajisjet e Maqedonisë së Veriut janë relike të vjetra sovjetike, shumica e të cilave mezi funksionojnë. Kur bëhet fjalë për forcat ajrore, aftësitë e Maqedonisë së Veriut janë, le të themi, të kufizuara. Ata kanë 0 avion luftarak, 0 avion të tipit sulmues dhe 0 transportues. Pra, pasardhësit e mëdhenj të Aleksandrit të Madh, siç e shpallin vete me krenari, se janë, nuk kanë forca ajrore. Pra, si ekziston Maqedonia e Veriut? Po, është ekuilibri fuqive. Kështu, nëse dikush guzon të provojë, pjesa tjetër do të hidhet menjëherë për ta ndaluar. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ndërmori një hap të guximshëm për të antarësuar në NATO në vitin 2020. Sot, vendi prej 2 milion banorësh ka rreth 7 milion trupa që mbrojnë territorin e tij. Për më tepër, 3 nga 5 fqinjët e saj janë gjithashtu pjesë e aleancës, kështu që vendi është i mbrojtur mirë, pavarësisht se nuk ka një ushtri. Numri 6, Luksemburgu. Të qenë një shtet të bufer ndihmon sigurinë, pasi Luksemburgu është i strukur mes 2 prej superfuqive më të mëdha të Evropës, Francës dhe Gjermanisë. Megjithatë, vendi i vogël pa dalje në det ka fuqinë punëtore për të konkuruar me një nga popullsitë më të mëdha në botë. Ushtria e saj nuk mund të krahasohej me asnjë nga fqinjtë e saj, edhe nëse të gjithë 90.000 njerëz të aftë për shërbim do të thirreshin për detyrë. Luksemburgu krenohet me një forcë aktive prej 1.000 personash. Për më tepër, vendi ka 0 tanke, 0 artilleri dhe vetëm 180 automjete ushtarake. Si një vend pa dalje në det, ata nuk kanë marinë dhe nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për ndërtuar një bazë ajrore të mirëfillt operacionale, kështu që mungon një forcë ajrore. Për të mos thënë që atyre u mungojnë burime strategjike. Për më tepër, edhe nëse nuk do të ishte kështu, Franca dhe Gjermania ka të ngjarë të përpiqeshin të shmangnin një luftë tjetër botërore për një copë tokë pa vlerë strategjike. Pra, me mungesën e personelit, pajisjeve, forcave ajrore, madje dhe bazave, pse Luksemburgu ndan 460 milion dollar për mbrojtje në vit, kjo është më shumë se Maqedonia e Veriut, pavarësisht se ka shumë më pak personel dhe pajisje. Po, mendoj se 1.000 persona në detyrë paguhen shumë mirë dhe sa punë e rehatshme është. Megjithatë, me këtë forcë modeste ushtarake, Luksemburgu ende krenohet me një ushtri shumë më të frikshme se ajo që do të vijë më pas. Numri 5, Panamaja. Është krejt e padrejtë të flitet se sa e dobët është ushtria e Panamas, pasi ata praktikisht nuk e kanë një të tillë. Po, forca toksore e Panamas u shpërbën në 1990-ën, pasi Shtetet e Bashkuara pushtuan dhe rrëzuan generalin Noriega me ndihmën e njësive paraushtarake lokale dhe grupeve rebele. Kështu, ata në fakt kanë një njësi paraushtarake prej 27.000 njerëzish që kujdeset për mbrojtjen e infrastrukturës kritike nga kryengritësit. Për më tepër, ata kanë një forcë ajrore të vogël, por efikase, pa aftësi sulmi, të përdorura kryesisht për operacionet e shpëtimit. Siç mund ta imagjinoni, ata kanë 0 tanke, asnjë lloj artillerie dhe asnjë forcë detare ushtarake. Ata operojnë vetëm me 20 varka të rojës bregdetare. Në fund të fundit, çfarë ka për të mbrojtur?
fermat e bananeve apo xhunglat vdekjeprurse. Megjithatë, Panamaja ka një infrastrukturë interesante që disa nga fqinjtë e saj mund të duan të kapin. Kanali Panamas, për shembull, është një nga rrugët më të rëndësishme tregtare në botë. Kjo lidhje e shpejtë midis Atlantikut dhe Paqësorit mund të jetë mjaft e kënaqshme dhe një nxitje ekonomike për çdo që e zotëron atë. Pra, natyrisht, SBA u kujdesen që të kishin pjesën e luanit të kësaj infrastrukture, pasi e kapën gjatë ndryrjes së 1990-s dhe haruan të largoheshin. Megjithatë, kjo nuk është e vetmja gjë që mbron Panaman nga fqinjtë e saj. Vetë natyra e bën mjaft mirë. Nga veriu, ata kufizohen me Kostarikën, e cila gjithashtu ka shpërbërë ushtrinë e saj, kështu që ata nuk përbëjnë asnjë kërcënim. Për më tepër, siç mësuan vitet e fundit, shumë zyrtar qeveritar nga vendet më të fuqishme i mbajnë paratë e tyre të pista në Panama, pasi janë pa taksa. Pra, nëse dikush guxon të sulmojë Panaman, ata nuk do të përballen vetëm me 27.000 trupat paraushtarake, por ndoshta një koalicion prej rreth 190 vendesh që do të përpiqen të mbrojnë paratë e liderëve të tyre nga kapja. Numri 4. Surinami. Surinami është një shembull tjetër kryesor i një vendi me pak potencial për pushtim. Pse? Për shkak të natyrës. Natyrisht, pothuajse 90% e Surinamit është e mbuluar me pyje tropikale të paprekura dhe bota dëshiron dëshpërimisht i mbajë ato në atë mënyrë. Për më tepër, Holanda do të mbrojë patjetër koloninë e saj të mëparshme, e cila fitoi pavarësinë e saj që në vitin 1975. Me rëndësishmja, Surinami kufizohet me BE-n përmes Guajanës franceze dhe mund të vini bas se francezët nuk do ta marrin shumë mirë që të kenë një luftë në kufit e tyre. Pra, Surinami është relativisht i sigurt, gjë që mund të shpjegojë pse ushtria e tyre paraqet më pak kërcënim se sa peizazhi përreth. Ushtria e Surinamit përbëhet nga një batalion i vetëm i lehtë i këmbësorisë, një trup e forcave speciale dhe një trup policie ushtarake. Në përgjithësi, rreth 1800 njerëz janë përkushtuar për të mbrojtur ato që në thelb janë disa qytete në një xhungël. Natyrisht, ata nuk kanë tanke apo artilleri, pasi nuk mund t'i operojnë jashtë qyteteve dhe mburen me rreth 600 automjete operacionale, shumica e të cilave janë kamion transporti të lënë nga holandezët 50 vjet më parë. Forcat e tyre ajrore janë praktikisht inekzistente, pasi ato operojnë vetëm 3 helikopter kërkim shpëtimi. Dikush do të mendonte se një vend bregdetar në kufi me Oqeanin Atlantik mund të kishte një forcë të fuqishme detare. Nëse 16 tani e patrullimi, praktikisht pa armë, janë një forcë e fuqishme detare, do të kishit të drejtë. Natyrisht, buxheti i tyre i mbrojtjes pasqyron ushtrinë e tyre të fuqishme, me një buxhet vjetor prej 41.8 milion dollarësh. Surinami praktikisht varet nga xhunglat e tij për t'i mbrojtur ato, dhe le të jemi të sinqertë, është shumë më e frikshme të takosh një luan se sa një trup të Surinamit. Për më tepër, shanset për takuar një kafshë vdekjeprurse janë shumë më të mëdha se të takoni ndonjë personel ushtarak, përveç atij që në të vërtetë do t'ju shpëtojë. Ndërsa Surinami ka një justifikim të mirë për të mbajtur shpenzimet e tij ushtarake të ulta, pasi ata nuk kanë asgjë për të friksuar përveç vetë natyrës, kur bëhet fjalë për vendin tonë të radhës, gjërat janë ndryshe. Numri 3. Somali. Me një popullsi prej 12 milion banorësh, mbi 1800 milje vi bregdetare dhe gati 400.000 milje katrore tokë, dikush do të mendonte se Somalia do të kishte një nga forcat më të frikshme në Afrikën Lindore. Në fakt, është krejt e kundërta. Ushtria nuk është vetëm një nga më të voglat, por është edhe në mënyrë të famshme jo efikase. Siç mund ta imagjinoni, nuk është një fuqi e frikshme që shkakton frikë në zemrat e armiqve të saj, por më shumë si një ekip i rem që përpiqet të ruajë një farë stabiliteti në vend. Me një buxhet mbrojtës prej vetëm 64 milion dollarësh, puna e tyre nuk është padyshim e lehta. Vendi ka 17.500 personel aktiv, 300 prej të cilëve janë në forcat ajrore dhe 300 në marinë. Ajo që këta 300 njerëz në forcat ajrore bëjnë në të vërtetë është mister, pasi Somalia nuk ka absolutisht asnjë avion, as helikopter, asgjë. Megjithatë, forca ajrore merr rreth 1/5 e buxhetit vjetor. Ata kanë 11 anije patrullimi që operojnë kryesisht pranë tokës. Nuk kanë tanke, artilleri, asgjë. Ata operojnë vetëm me rreth 1500 automjete transporti. Nëse e kanë karburantin, siç mund ta imagjinoni, ushtarët shpesh e vjedhin dhe e shesin në tregun e zi për ndonjë fitim serioz. Si përfundim, Somalia nuk ka mbulim me kurudhor dhe ujor, duke i bërë linjat e furnizimit relativisht jo efikase.
veçanërisht me vetëm 15.000 kilometra rrugë në të gjithë vendin. Numri 2. Shqipëria. Shqipëria renditet në vendin e 115 të ushtrisë botërore, me një popullsi prej 2.8 milion banorësh. Buxheti joni i ushtrisë është $315 milion. Mjerisht, jo vetëm që kemi një forcë ushtarake të dobët, por një nga ushtrit më të dobta në të gjithë botën. Me një personel prej 61.000 ushtarësh dhe 450.000 rezervist, Shqipëria zotëron 76 tanket e epokës sovjetike, 500 automjete të blinduara ushtarake, 19 avion ushtarak dhe 19 helikopter. Ne zotërojmë 0 artilleri dhe një flotëtare prej 20 anijesh luftarake. Megjithse jemi të rrethuar nga popull që duan të na coptojnë, vendi ynë ka mbrojtjen e NATO-s, me një personel prej 7 milion ushtarësh dhe një artilleri të rëndë. Numri 1. Butani. Mendoj se nuk është një surprizë e madhe që një vend me një ministër të lumturisë nuk është shumë i prirur për të pasur një forcë të madhe ushtarake. Dhe kur je rrethuar nga dy vendet më të populluara në botë, India dhe Kina, dhe zë disa shkëmbinj të mprejt lart në malet Himalaje, të pushtohesh nuk është diçka për të cilën mendon edhe aq shumë. Në vitin 2010, një grup separatistësh indian u përpoqën të pushtonin dhe të merrnin kontrollin mbi vendin. Ushtria fuqishme prej 5.000 personash arriti të shmangë me ndihmën e madhe nga India dhe Kina. Megjithatë, buxheti vjetor prej 29 milionësh duket si shpenzim legjitim. Natyrisht, si një vend pa dalje në det, Butani nuk ka marinë, dhe me një terren të tillë malor, është e vështirë të imagjinohet ndërtimi një piste ajrore legjitime, e lere me një bazë ajrore e tërë, kështu që nuk ka gjithashtu forca ajrore. Dhe kujt i duhet? Ata nuk kanë asnjë shans kundër Kinës apo forcave ajrore të Indisë, kështu që do të ishte një humbje parash. Siç mund ta imagjinoni, me terrenet e tilla, mjetet e blinduara si tanke dhe artilleria nuk janë shumë efikase. I vetmi burim që ata kanë me bollëk është uji. Prapë së prapë, kesh një ushtri sa ajo e Butanit, ndoshta është më mirë të mos e zbulosh, pasi një forcë e tillë e frikshme mund të rrëzohet në vetëm pak orë nga secila prej njësive më të mira ushtarake speciale në botë. Dëshironi të mësoni më shumë rreth tyre, hidhni një sy kanalit ton, aty do të gjeni shumë video të tjera interesante. Dëgjohemi në videon tjetër.